Pra thamë edhe më herët që Zoti na urdhëron që njerëzve t'u themi fjalë të mira. E fjala e mirë duhet kusht është për të qenë e pranueshme tek Zoti të jetë e sinqert. Mos të jetë fjalë mashtruese, vetëm hi syve me një fjalë të mirë, ndërsa qëllimi të jetë shumë djallëzor. Pravavia mund të jetë shumë e dëmshme për atë i cili po e ndëgjon. Apo mund të jetë krejt pothuajse gënjeshtër, vetëm sa për të arritur një cakt të caktuar, siç e përmendë, është, si më thonë, është bërë. Edhe në politik njeriu duhet të ketë moral, edhe pse politik shumë fytyra, kjo nuk duhet të nënkuptoj se ata duhet të kenë standarde se kush po e mashtron më dinakrisht edhe më bindshëm qytetarin. Natyrisht se kjo tokë ka pasur shumë njerëz që kanë mashtruar, kanë gënjyer, madje kanë vrarë, kanë bërë padrejtësi në tokë, mirë po gjithë do të shkojnë nesër te Zoti i Madhëruar dhe do të japin përgjegjësi.